Për gati 2 muaj pas përfundimit të Big Brother VIP, Egli, Tako dhe Fifi u shfaqen të pandara si në jetën private ashtu dhe në projekte artistike. Lidhja tyre afërt u pasqyrua dhe në bashkëpunimin muzikor përmes baladës së Eglit dhe projektit të përbashkët Shuj Shuj dhe Ku je nis, që u prit mjaft mirë nga publiku, por gjithçka duket se ka marrë fund papritur, pasi të dy artistët kanë ndërprer çdo komunikim dhe projekti i tyre i përbashkët është fshirë nga YouTube, të lënë ndjekësit të habitur. Sipas burimeve të informacionit, raportohet se arsyeja për plasjes mes tyre lidhet me ndarjen e fitimeve nga kënga. Mësohet se Fifi kishte investuar personalisht në videoklip, çka ka sjellë edhe mosmarrëveshje në raportin financiar mes palëve. Asnjëra prej tyre nuk bëri ndonjë reagim publik. Për të sqaruar situatën, nuk e shtuar dyshime se konflikti nuk ishte thjesht teknik, por ka një karakter personal dhe financiar. Madje vajzat fshin fotot e përbashkëta në Instagram. Për shumë djegës, raporti i tyre nuk është dukur organik që në fillim, dhe zhvillimet e fundit i kanë forcuar këto perceptime. Por ditën e sotme, kënga është rikthyer sërish në YouTube, dhe njoftimin e ka bërë vetë Fifi, pa dhënë më shumë detaje për arsyet e fshirjes së këngës. Për informacione të minutës së fundit, bëni subscribe kanalit Zona VIP.